Ndotja dhe keqpërdorimi i burimeve natyrore të përtëritshme konsiderohet një problem kryesor për sindromën e ndryshme kobrare, në veçantë lumenjtë e vendeve në zhvillim vuajnë nga degëzimi i madh i cilësisë të ujit. Trupat ujore rrisin presionin për shkak të rritjes së numrit të popullsisë, zhvillimi i ekonomisë dhe shfaqjes në rritjen e aktivitetit antipoligjene në pellgun e lumenjve, veçanërisht në zonat e rrethuara urbane dhe rurale. Ujërat sipërfaqësor mbledhin sasi gjithmonë e më shumë të ujërave të ndotura për të patur nga zonat e banuara. Zona këto me kapacitete të tepruara për të përshtuar me një ngarkesë të tillë nga veprimtaria e industrisë, nga prodhimi intensiv i aktive, si dhe nga prodhimi bujqësor, cilësia e ujrave që rezulton e keqe, ky është një problem veçanërisht i rëndësishëm dhe shfaq një interes të madh për zgjedhjen për vendet në zhvillim, ku praktikisht administrohet të mjedisit nuk do të sigurojnë përshtetimin e zhvillimit ekonomik. Rritja e të ardhurave të një popullsie gjithmonë në rritje siguron nga një zhvillim ekonomik duke u pasur me një kërkesë në rritje të produktit. Mos administrimi i shkarkimeve të ujrave urbane, të zonave të banuara, i shkarkimeve industriale, i përdorimeve të pesticideve dhe insekticideve në bujqësi, i jashtëqitjeve të baktive, si dhe mungesës masive të trajtimit të duhur në riportirin e mbetjeve kanë çuar në degëzimin të përhapur të cilësisë të ujrave sipërfaqësor, por edhe të vetë sipërfaqes së tokës. Proceset e urbanizimit dhe industrializimit janë shumë të shpejta për një administrim dhe menaxhim të nevojshëm të cilësisë së ujrave që shkarkohen për ruajtjen e cilësisë së pellgjeve ujore. Ky proces sjell në ujrat sipërfaqësor sasi të mëdha të ujrave të patjetërsueshme që janë shkarkuar nga banesat dhe industria. Burimi kryesor i ndotjeve të ujrave sipërfaqësor në vendin tonë janë shkarkim urban që përmban lëndë organike, komponentë të tretshëm, të fosileve dhe të azotit, të cilat favorizojnë procesin e eutrofikimit, bakterieve dhe viruseve patogjen, metaleve të rënda, si dhe lëndëve që prishin pamjen e ujrave dhe që u japin atyre erë të keqe. Në zonat me dënësi të ulur të popullsisë, problemet e ndotjes së ujrave sipërfaqësor nuk vrehen për shkak të aftësive vetpastruese të ujrave. Me rritjen e urbanizimit, aftësia vetpastruese e ujit nuk arrin të përballojë shkarkimin e ujrave urban të patjetërsueshme, si pasojë vrehen ndikime të dëmshme në biotën ujore, rreziqe të infeksioneve dhe të tjera. Kështu në fakt si pasojë e rritjes së shpejtë të zonave urbane dhe industriale, të cilat shkarkojnë mbetjet e tyre të patjetërsueshme në mjedis, në pellgun e Vardarit, lumi që mban presionin më të madh të shkarkimeve të ujrave të ndotura në Maqedoninë e Veriut. Në disa pjesë të tij, ai është më shumë një rrjedhje që zhvendëson ujrat e ndotur dhe nivelin e ndotjeve janë të marramendshme të një rendi më të lartë se vlera e lejuar për ujrat e ëmbla natyror. Shkarkimet e lëngëta urbane, industriale dhe bujqësore të ujrave sipërfaqësor janë një tukuri e cila në mënyrë progresive ka ndikuar në ujrin e cilësisë të ujrave të lumenjve ose liçeneve. Në këtë kuptim, merr rëndësi vlerësimi i cilësisë së ujit sipërfaqësor dhe përcaktimi i ndotjeve kryesore që shkaktohet në to, me synim mbrojtjen si dhe krijimi i bazës së të dhënave për një menaxhim integral e të qëndrueshëm të burimeve ujore. Shkurtimisht, kur shfletojmë literaturën, kur hulumtojmë në përpunimet e konferencave të ndryshme, artikujt e revistave, zërat dhe organizata të ndryshme që flasin pikërisht për ndotjen e ujit, shmanget për vlerës së ndotjes së ujit të lumenjve, si dhe betejë e tentativave, shpesh të pasuksesshme për të nxjerrë në pa këto ndryshime, me shpresën për një arritje të shpejtë dhe efikase në mjedis, ku uji do të ishte diçka e shenjtë për njerëzimin, por vlera e tij akoma nuk është përcaktuar si i mirëqen.